Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. E falenderojmë dhe lavdërojmë Allahun e lartësuar për mirësitë e shumta me të cilat na begaton dhe dërgojmë salavat dhe selame mbi të dërguarin e tij të fundit, krijesën më të dalluar Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Më kujtohet se para disa viteve diku e hasa një fjalë interesante. Njëri prej biseduesve i thoshte atij tjetrit: mashtrimi më i madh që ja bëri shejtani njeriut është kur e bindi se ai nuk ekziston. Fjalë interesante e cila më ngulit në kokë. Pra, mashtrimi më i madh që ja paska bërë shejtani njeriut është kur e ka bind se ai fare nuk ekziston. Hiç nuk ekziston, nuk është hiç aty pari. Dhe mbas të mësimeve kuranore, pra, e vërtet, shejtani qëllimi final është ta dërgojë njeriu në mosbesim, ta bind se shejtani nuk ekziston, krijuesi nuk ekziston, drejtësia hyjnore me parajs dhe ferr nuk ekziston, ai vet nuk ekziston, e kështu me radhë. Pra, kjo është qëllimi final i shejtanit, armikut të përbetuar të njeriut. Që ta bind, pra, se ai nuk ekziston. Fjalë interesante. Pse? Sepse nëse din se ai ekziston, se është armik, ti mund që ti hetosh disa ndikime të tij, i ke disa mësime, e ke peshoren morale, e din çka është mirë, çka është keq, dhe kur të vjen një nxitje, një inspirim prej dikujt të bësh diçka të keqe, kur e din se shejtani ekziston, e din, mund të jetë prej tij, kujdes, ka dalë. Mirë po, kur shejtani të bind se ai fare nuk ekziston, mund të bësh ka të duash, krejt është e jotja, përderisa nuk e dëmton veten, është në interesin tënd, bën çka duash, nuk ka peshoje morale, atëherë ti shumë më lehtë ka pra të devijoj. Shumë më lehtë ka të fut në shthurje. Merr interesant, pra kjo fjalë, mashtrimi më i madh që i bëri shejtani njeriut është kur e bindi se ai nuk ekzistonte. Fjalë interesante. Mirë po, kjo nuk është vetëm tek shejtani, apo djalli, apo satani, apo pa marrë parasysh siç e quajnë njerëzit. Kjo është edhe tek njerëzit manipulativ, mashtrues, dashakeq, të cilët ty të shfaqen mirë po në momentin që e kthen shpinën, ai e ka thikën gati për ta ngulur mas shpinës tënde. Ka njerëz të tillë, manipulues. Ty të bind se shumë don. Mirë po ti e sheh për veprave, 1, 2, 3, disa shenja, disa vepra, kjo fjalë të atij, pra, nuk janë përputhje me sa i shumë don. Edhe ai mundohet të bind. Thot, këto gjëra janë në kokën tënde, nuk ekzistojnë. Si shejtani pra që mundohet njerëzit t'i bind se ai nuk ekziston. Edhe njeri manipulativ, kur i thua pse u solle kështu, pse bëne me shenjë ashtu,
e hetova. Pse i dëgjova këto fjalë kështu? A i thot, jo, nuk ekzistojnë këto. Këto janë të gjitha në kokën tënde. Pra, njerëz manipulativ. Për këtë shkak besimtari është i kujdesshëm. Mose duhet ta kesh një barierë mbrojtëse, pa marrë parasysh me cilën njerë je duke besuar. Pejgamberi alayhis salam, po edhe është si fjala e Aliut radiallahu anhu, thot, duaje atë të cilin e don me rezervë, sepse një ditë mund të bëhet armiku yt, dhe ureje atë të cilin e uren me rezervë, sepse një ditë mund të bëhet miku yt. Pra, çdo herë, pa marrë parasysh kush është, duhet kesh një rezervë, duhet kesh një përqindje rezerve, duhet të kesh një barierë mbrojtëse. Po qoftë edhe prindrit, po qoftë edhe gruaja dhe fëmijët. Allahu thot, o ju besimtarë, vërtet, disa prej bashkëshortëve dhe fëmijëve tuaj janë armiq për ju. Dhe nuk do me thonë se ajo është mënyrë të vetëdijshme, thjesht me disa cilësi ata janë në disfavorin tënd. Andaj thot, keni kujdes, jeni të vetëdijshëm, jeni syçel, jeni të shifeni, pra të keni ambiental awareness, t'jeni aware, apo të vetëdijshëm se çka është duke ndodhur në ambientin tënd, me aq sa ke mundësi, dhe mbaje atë barierën tënde. Pastaj thot për familjarët, Allahu thot, ndërsa nëse ja falni, pra nuk janë dëmet mëdha armiqësie madhe, nëse ja falni, thot edhe Allah është falës. Mirë po, përderisa Allahu është duke folë për të afërmit, për shoqërinë më të gjerë, ajo është edhe më e mundshme. Ka njerëz që shtiren si shok, mirë po është armiku më i madh i joti i përbetuar. Ka të tillë, ka të tillë, shtiret si shok është armiku më i madh që e ke pa ndonjëherë në jetën tënde. Andaj duhet të jesh syçel. Nuk ka shoqëri qore, dashuri qore. Pa marrë parasysh se është dashuria, se është shoqëria, duhet t'i mbash sytë e qelur, se mund të jetë në kohën e tashme armik dhe mund të bëhet në kohën e ardhme armik. Mos i shfaq plagët e tua para tij, sepse ndoshta bashkë te plaga do të hudh kryp që të lëndoj më shumë, të ta vonoj shërimin e asaj plage. Ndoshta mos o më keq të çfarë plaga mund të hudh helm që të mbyt komplet. Kujdes, kujdes, mbaje personalitetin tënd në një arreth mbrojtës, në një aur mbrojtëse. Mos i shfaq të gjitha gjërat, mos i palo të gjitha sekretet, mos e shfaq zemrën komplet, mos e duaj dikënd 100%, mos e jep pas dikujt 100%, mbaje një rezervë, analizoje gjendjen, situatën, sjelljen, dhe me lejen e Allahut, nëse diçka bëhet adet, tradit, shfaqe. Kur ta shfaqish mbas fjalëve, e shef, a është shok, a është armik. Dhe njerëzit e tillë manipulues, psikopata, janë si shejtani, mundohen të të bini sa i hiç fare nuk ekziston vëlla. A i thot nuk ekziston kjo, krejt është në kokën tënde, bile të bën fajtor. Ti je fajtor, pse po bëhesh kaq i prekshëm? Pse po mendon kështu keq? Pse ashtu? Edhe pse ti ke të drejtë. Është bërë 1, 2, 3, 4, 5, 6 shkaqe, shenja që të kanë shkaktuar ti të kesh një para gjykim të tillë. Ke të drejtë, mirë po ai mundohet të të bindë, jo, nuk ekziston. Kretë kjo është në kokën tënde.
Dhe kur ta shohësh se ai është mas shumti që mundohet para ftyre, pra ai është para ftyre mundohet mas miri, si ai para ftyre, ku je, qesh, gëzohu, kin se po gëzohet, ky të lavdron shumë para ftyre, dije se mund të jetë prej tipave të tillë. Andaj kujdes, dhe për këtë shkak në këtë drejtim na ndihmon afërsia me Allahun, na ndihmon lutja ndaj Allahut, e lut Allahun na mundësoj që ta shoh të vërtetën si të vërtetë dhe ta pasoj, ma mundësoj që ta shoh të kotën si të kotë dhe të largohem. O Allah, më mbroj nga sheri i armiqve të hapur dhe të fshehur, e kështu me radhë, pra mundohesh që të mbrohesh nga një kurth e tillë, fjalë pra për të cilat u inspirova nga ajo kuota apo thënia që e përmenda në fillim. Mashtrimi më i madh që i bëri shejtani njeriut është kur e bindi se ai nuk ekzistonte. Me kaq po përfundojmë. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.